Në këtë çast, thash, kjo është një viktimë e rivaliteteve në Vlorë, mënyra e ekzekutimit të tij dhe vrasje pamje tregon që kemi të bëjmë një vrasës, është një amator. Pra, fakti do të thotë që për të vrarë një person të tillë që lëvizi pa armatosur, që rri roja natën, që nuk ka një masa sigurie, pra nuk ka nevojë të çosh një njerëz kaq të përgatitur. Por kjo do të thotë që e ka çuar dikush që është shumë i fuqishëm. Dhe ai ka mundësi ta gjejë një vrasës të këtij niveli për të ekzekutuar edhe një personazh si Renato Hoxha. Pra, nëse do ta kishin eliminuar ose do të ishin të interesuar sinomatët, po i hy logjikës që ka nxjerrë policia, atëherë pse duhet ta bënin në këtë formë? Pse duhet ta bënin në këtë formë? Ka një mënyrë ai, nëse ai ishte njëri i besuar i tyre, dhe ata dyshonin se i ka tradhtuar, ata kanë 100 mënyra tjera për ta eliminuar. Dhe jo në këtë formë. Dhe po them që jemi në një fazë që është shumë e rëndësishme që të shkohet fillimisht drejt autorit, me që s'është kapur makina, dhe pastaj nëpërmjet atij të kërkohet kush janë të interesuarit për ta eliminuar. Thash, personaliteti i viktimës dhe të gjitha elementet që kemi deri tani për ngjarje dhe për autorin nuk përputhen. Pra, kemi të bëjmë me një... Po, ky bashkëpunëtor i arrestuar? Me një viktim të nivel... Shiko, ky është djali i profesorit në Trapoj. Ai është personazh i njohur, babai vet. Pra, vjen ai familje që nuk është se ka patur ngarkesa në kaluarën kriminale. Tani ai është te pjesa e makinës kryesisht, dhe thash në Shqipëri nuk është herë e parë që ndodh që ti mund ta shesh makinën dikujt ose të japësh makinën dikujt. Dhe mund të qellojë që ti me Ram Brahimin që është bërë të paktën. Po nuk më rezulton që ky është një njerëz kaq i njohur i Ram Brahimin. Unë e njoh pak a shumë, ta kam thënë edhe tjera rrethin edhe e takuar Ram Brahimin e kam njohur personalisht. Nuk më rezulton ti një njerëz kaq i afërt edhe kaq i njohur. Megjithatë, të qenit i njohur me Sidorel, sepse emrin, unë kam qef tati i thres me emrat original. Sepse Sidorel Prenga është katolik. Ram Brahimi është musliman. Sidi, që është shkurtimi i tij, Nofka, që i thrisin miqt apo të njohurit e tij, Sidi vjen nga emri i bazit, pra nga emri i vërtet, nga emri Sidorel. Kështu që kjo është më shumë një element për të devijuar vëmendjen nga realiteti i ngjarjes në Vlorë. Nuk më rezulton që ketë patur një lidhje mes këtyre ngjarjeve që ndodhen në plan të Lezhës, në Tiranë, në Lundër dhe në Vlorë. Nëse kjo do të ishte kaq e bazuar, kaq e vërtet, kjo njohje, do të çonte detyrimisht në një fragment lidhje të ngjarjeve me njëra tjetrën. Nuk kanë të treja ngjarjet, nuk kanë lidhje nuk më rezulton që ka lidhje me njëra tjetrën. Por thash, viktima e Vlorës është pjesë e konflikteve dhe rivaliteteve të vjetra në qytetin e Vlorës. Ai është thjesht guri kilometrik, po i quaj, i radhës mes të vrarëve në atë qytet. Me sa duket, nuk kanë arritur dot godasin më lart, atë gjetën vulnerabël, të dobët, më të pambrojtur, atë eliminuan. Tani, a është eliminuar për të dobësuar njerëzit që ai mund të shërbente, apo është eliminuar sepse ai ka tradhtuar ata që shërbente? Kjo është pjesë e timit. Unë mendoj që ky është një pigment që është hedhur qëllimisht nga ata që hetojnë çështjen, për të parë kundër reagimi që do ndodhi mes palëve. Ata kanë vendosur njerëz në përgjim gjatë kësaj kohe. Ka vendosur? Po patjetër, ka vendosur njerëz përgjim dhe duke çuar informacione të tilla që dalin në media, ata presin jehonën e zërit. Ke parasysh kur del në një humner ti aty bërtet një emër dhe të kthehet jehona mbrapsht mbas disa sekondash. E njëjta gjë ndodh aty. Pra është hedhur ky pigment për të parë që çfarë do të thonë ata me njëri tjetrin, çfarë do flasin ata me njëri tjetrin, për të arritur pastaj tek gjurma kryesore. Shiko, mbamendsi u trajtua operacioni për kësaj vrasje, policia ushtron kontrolle në disa zona ku ajo dyshon që mund të gjejë të dhëna ose mund të shërbejnë si bazë për autorët e krimit. Dhe operacioni zhvillohet njëkohësisht në Vlorë, në Tiranë, në Sarandë, në Himar dhe në Ksamil. Dhe u trajtua sikur në Ksamil tani ishte gjithë baza e Bin Ladenit atje dhe ishte një operacion rutinë i policisë dhe në fakt nuk prodhoi gjë në vetvete Ksamili, se u tha që si një arritje madhe policore, por ne sot kemi vetëm një të ri që u kap në Tiranë, i cili është njeriu që i ka dhënë makinën. Ne nuk e dimë, ja ka dhënë makinën direkt autorit, apo ja ka dhënë një personi të tretë, sepse jemi ende në fazën fillestare. Sot ai ka dalë për mas siguri edhe ka mbajtur qendrim mohus ndaj ngjarjes, thash e kaluar aty në Tiranë, ai ishte nipi një personazh shumë të njohur në Trapoj, në fakt.
Dhe prandaj më duket edhe kështu e pa, domethënë, nuk gjej dot lidhje me këtë pjesën e sidit, pjesën e planës, por gjithsesi të gjithë këto janë në këtë moment elemente hetimi. Unë mendoj që kjo është një çështje që duhet t'i kaloj SPAK-ut, Prokuroria e Vlorës do ta ketë vështirë ta hetojë atë, se nuk e ka as kapacitetet njerëzore dhe as burimet financiare dhe mjetet logjistike. SPAK-u sot ka mjetet pakufishme logjistike, pra pajisje, përgjimi, teknologji, ka njerëz specializuar dhe besoj që kjo shumë shpejt do të jetë një ngjarje që do t'i delegohet SPAK-ut dhe do ta hetojë SPAK-u në kuadër të